Për kujtimi I ditës së Kiametit. Falënderimi plot I takon Allahut, atij që krijoi xhinët dhe njerëzit për ta adhuruar. Ai dha urdhër për ta besuar njëshmërinë e Tij dhe për ta respektuar. I lajmëroi krijesat e Tij për një ditë në të cilën do të tubohen për të dhënë llogari. Allahu urdhëroi që të përgatitemi për këtë ditë. Falenderojmë Allahun për begatitë e Tij, të hapta ose të fshehta qofshin ato. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut, I cili është një dhe I pashok. Dëshmojmë se Muhamedi a.s. është rob dhe I dërguari I Tij. Po ashtu Allahu thot: ata që përgënjeshtruan se do të takohen me Allahun në ditën e gjykimit, kanë humbur. Surja Nam 31. Allahu në lajmëroi se këta përgënjeshtrues do të kuptojnë se kanë gabuar edhe do të pendohen, mirë po pendimi nuk do t'ju bëjë dobi. Ai thot: ajo do të jetë vetëm një britmë, kur që ata të ngritur shikojnë, e thonë: o të mirët ne, kjo është dita e gjykimit. Kjo është dita e ndasisë që ju e konsideruat rren. Surja Safat 19:21. Gjithashtu Allahu në lajmëroi se ai që e harron këtë ditë dhe nuk përgatitet do ta psojë keq dhe do të gjejë dënim të dhëmshëm. Ata që largohen prej rrugës së Allahut I pret dënimi I rënd për shkak se e harruan ditën e përgjegjësisë. Surja Sad 26. Po ashtu thot: prandaj shijoni këtë dënim për shkak se ju e patët harruar takimin tuaj në këtë ditë, edhe ne tash u harruam juve. Ndaj, për shkak të asaj që keni vepruar, shijoni dënimin e përjetshëm. Sejdë 14. O njerëz, keni frikë Allahun dhe ruajuni ditës kur do të ktheheni tek Allahu, dhe secilit njeri I plotësohet ajo që ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet e padrejtë. Surja Bekare 281. Robër të Allahut, besimi në ringjalljen, ngritjen e njerëzve prej varreve, është një prej 6 shtyllave të besimit. Përmendja e këtij parimi është përsëritur shumë herë në Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit a.s. me qëllim që t'u tërheqin mbërejtjen njerëzve dhe t'i përkujtojnë ata. Pra le të përgatitemi për këtë ditë me vepra të mira, sepse nuk ka shpëtim prej rrezikut të asaj dite, përveç se me punë të mira. Ditën kur nuk bën dobi as malli, as fëmijët, bën dobi vetëm kush I paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. Surja Shuara. Allahu I paralajmëron përgënjeshtruesit e kësaj dite të madhe duke I thënë: atë ditë është shkatrimi për gënjeshtarët, të cilët nuk e besojnë ditën e përgjegjësisë. E atë ditë nuk e mohon kush, përveç atij që ka sharruar tepër në mosbesime në punë të këqija. E që kur I lexohen atij argumentet tona, thot: legjenda të parëve. Surja Mutafifin 10:13. Zoti I gjithësisë e emërtoi këtë ditë me emra të shumtë, e quajti dita e ngritjes, sepse njerëzit ngrihen prej varreve të tyre dhe do të qëndrojnë në këmbë në vendin e ringjalljes. E quajti dita e llogarisë, për arsye se njerëzit atë ditë do të japin llogari për veprat e tyre. E quajti dita e fundit, për shkak se vjen pas dynjas e më pas banorët e xhenetit do të mbesin në xhenet për gjithmonë, kurse banorët e zjarrit do të mbesin në zjarr për gjithmonë. Atyre do t'ju thuhet: o banorë të xhenetit, këtu është përjetshmëri, s'ka vdekje. O banorë të zjarrit, s'ka vdekje, por vetëm përjetshmëri. Allahu këtë ditë e quajti edhe me emra të tjerë: lajmi I madh, trishtimi I madh, për shkak të llahtarisë të pavërmendur sikurse e përshkruan. O ju njerëz, ruajuni dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës së Kiametit është një llahtari e madhe. Atë ditë, kur ta përjetoni atë, secila gjithëdhënse braktis atë që ka përgjini, dhe secila shtatëzën e hedh para kohe barrën e vet, ndërsa njerëzit duken të dehur, po ata nuk janë të dehur, por dënimi I Allahut është I ashpër. Surja Hajj 1:2. O ju njerëz, keni kujdes ndaj Zotit tuaj dhe keni frikë ditës kur prindi nuk mund t'i bëjë dobi fëmijës së vet, e as fëmia nuk mund t'i bëjë dobi as një send prindit të vet. Premtimi I Allahut për thevap ose azab është e sigurt. Pra të mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj ndaj Allahut djalli mashtrues. Surja Lukman 33. Disa njerëz I dhan guxim vetes për të mohuar këtë ditë. Menduan se është diçka e paralizueshme. Mohuan fuqinë e Allahut për ringjalljen e të vdekurve. Allahu demaskoi fjalën e tyre. Solli argumente të prera për vërtetësinë e këtyre gjërave. Prej tyre, ai që I krijoi njerëzit për herë të parë nga asgjëja, edhe më parë mund t'i ringjall ata. Dhe ai është që e shpik jetën dhe pastaj e përsërit atë. E ajo, përsëritja, është edhe më lehtë për të
sipas mendimit tuaj. Shëmbulltyra më e lartë është vetëm e tij në qiell e tokë dhe ai është mbizotëruesi i urti. Surja Rum 27. Ngjallja e tokës me bim, pasi që ajo vdes apo thahet, nga argumentet e tij është se toka që ti e sheh atë të thatë shkretë të tirë, e kur ne i lëshojmë asaj shiun, ajo gjallërohet e shtohet. S'ka dyshim se ai që e ngjalli atë do t'i ringjallë të vdekurit, pse ai ka mundësi për çdo gjë. Mohimi i kotësisë prej Allahut, sepse sikur të mos kishte ringjallje për t'u shpërblyer të mirët dhe të këqijt, të dalin rezultatet e punëve të kryera në dynja, atëherë krijimi i njerëzve do të ishte i kotë, e Allahu është i pastër nga kjo gjë. Allahu thotë: a menduat se ne u krijuam kot dhe se nuk do ktheheni ju te ne? Surja Muminun 115. Mohimi pa drejtësisë prej Allahut dhe cilësimi i tij me drejtësi, e kjo patjetër son shpërblimin e njeriut për veprat e tij dhe mosbarazimin ndërmjet besimtarit dhe mosbesimtarit. Dhe gjitha kjo nuk mund të realizohet vetëm nëpërmjet ringjalljes dhe dhënies llogari. Allahu thotë: a menduan ata të cilët vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt edhe tokën me një drejtësi precize, e për t'u shërbyer secilit njeri me veprat e veta, atyre nuk u bëhet e padrejtë. Surja Gjathije 21-22. Edhe pse shohim në këtë botë se si vdesin kriminal të ndryshëm pa u dënuar, në anën tjetër vdesin edhe njerëz të mirë pa u shpërblyer në këtë botë. E gjithë kjo për arsye se ka një ditë që i pret të gjithë. A mos është ai që ishte besimtar, sikur ai që ishte jashtë rrugës? Jo, këta nuk janë të barabartë. Për sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata për hir të veprave që i bën, vendpritje e kanë xhenetin. E ata që nuk respektuan Allahun, skut e tyre është zjarri. Sa herë që të tentojnë të dalin nga ai, kthehen në të dhe atyre u thuhet: shijoni dënimin e zjarrit që ju e konsideronit rren. Surja Sejdë 18-20. Robër të Allahut. Zoti i gjithësisë në lajmëroi se kjo ditë është afër që të përgatitemi. Njerëzve u është afruar koha e llogarisë së tyre, e ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të. Surja Anbiya 1. Momenti i katastrofës së përgjithshme është afruar. Surja Kamer 1. E afërta është afruar Kiameti. Surja Nejm 57. Ajo që ju kërcënohet, Kiameti, ringjallja, llogaria, përgjegjësia, patjetër do të vijë. Surja Nam 134. Ajo që është edhe më afër është Kiameti në çdo njerit. Është vdekja. Vdekja është Kiameti i vogël dhe është më afër nesh se lidhset e kputzve. Nuk e di kush pos ti se çka do t'i ndodh, çka do të punoj nesër, dhe askush nuk e di pos ti se në ç'vend ose kohë do të vdes. Surja Lukman 34. Kur vjen vdekja, njeriu nuk mund të mbrohet prej saj, as që mund të ndryshojë veprat e tij, e as që t'i shtojë ato.